sa të mendoj që fatkeqësisht dikujt më dosh më ngrit çmimin e devës, mos bën që kaq, më ne fillojnë kalkulimet. Apo kalkulimet koshtë po dolla çan çmimin këto. Se kupton që çaq ka devalu vlera e të mirës, çaq ka devalu sinqeriteti, sa që kur dikush do të qenë i sinqert, s'është e mundshme. Nuk është e mundshme. Sigurisht pa të cek një rast të një problemi bashkëtorë që ka pas një njeri ka përmend një përvojë të problemet e tij me gruan e tij. Ai njeri shumë i urtë, i edukum, i sjellshëm, e ka marrë një grua e cila ka një femër, e cila ka jetuar në familje ku kush ka mri ka në çmujtën. Tu është ai sa s'merr vesh ti. A fola e çtash e kënaqe. Po çështu të ditë për ditë tu e në çmu. Ai çtu rrit. Edhe ka kuptuar që çështu të ka jeta, apo çështu do të në çmon dikan, ai të çmon ty, ti i bjen dikujt, ai çu të bjen ty, çështu rrita. Ky ngrati shumë i sinqert, apo të respektu, të e thinë të nën ka 2-3 herë au çove, ai e mirë pi puna. Apo se tu arme punën ti u pru hedije, kur një vet hedije kur si ka pru. Mësua e pa hedije. Edhe aja ka nisë me dyshu kanë, ky ka diçka. Ka diçka ky, po mbien ky mu hedije. Po mos pru burrit hedije, Allah, kush të bjen hedije? Nëse burrit nuk sillet mirë me ty bot, kush ka mos sillet bot me ty? Ama kjo shumë ka babam s'm beke kur 25 vjet ai më kon, kur s'm ka ble hedije, tash kë kishë po mblen hedije atë. Qështu tash unë po bëjtë e burit e gruja, e këthenet e gjematit, qështu ka shumë këse, që këtë tash, kur far interesi s'ki, i thush një fjallë mirë, kush e di që ka këta. Apo? Ose i një mën një vëllarë mëse, i qënë dikuj, të qyre që tu, a ki pas bërës, 500 euro po, që Allah, 500 euro le e burë që në përë. Anë Allah shpërblef, tani thëtë në veti, kush e di sa i kanal për veti këtë. Apo? Që kjo është mentaliteti? Qështu funksionan sot? Fatkeqësisht, qështu funksionan? Me bo me i thonë dikujt, jo, që telefon që përdojmë mashin ti mu 100 euro, zban e Allah, zban, 200 du të me tablet ju këtë punë. Së në lidhë. Gjithë kun e lidhë, veç të sinceriteti se lidhë. Veç të kshila për mi, që tu si lidhët kërqysh. E këtu s'lidhët kjo punë. Pse? Pse kur një dvet ai se ka lidh me dikën që shtot. E kujton që kur s'ka punun këtë të me lidha thot. Jo vëllai, nëse ti je me të mrapa, që këtë jeta të ka shku ti munafikie, hipokrizi, e këtë jeta të ka shku politik me tjerë, thon, dikush ka punun këtë rrymë, dikush nuk ka bashkë çështu. Apo, e tash kur zadetesh çështu dy pal, ai me çka motaj? Ai mot me metë vet Allah. Ai s'di me mot me metë tu japta. Edhe kur mot me metë veta, aty ja që 100% kjo bën 300 euro, veç do me mi fshin kjo 100, apo, po ti ke të elon për 100 ke të e shiti, apo? E që se sena, në fatë këtësisht, që pejgamberi në ka mësu me konë nësë një kulli muslim, këshill dhe përzi, për dhe musliman, e sinqertë Allah. Hajde të rinjallon përsëri vlerën e sinqerit me zveti, apo, hajde të lexojmë përsëri njëri tjetrin me sinqeritet, pa interes dhe pa kurgja, kur të thëmë se që kjo është gabim, është keq, kuptoj se ka diçka këtu, apo, nëse të thëmë, për shembull, që kjo s'ban që kaq, që kjo bën ma shumë, hajde kuptoj si dashuri, mos e kuptoj si interes Allah, ai të marrësh. Hajde kur dikush të më thotë mu, që kjo bën çështë më tepër, pse s'pe kuptoj si kujdesin i vllau tem ndaj meje, po heqem, a ka mundsi një herë 0.000 me pas sinqeritet në herë vllau. A ke do të më kon interes, të ketë më kon paragjykime? Pa që kjo që ka më pejgamberi feja është hammetim edhe për masën e gjithë muslimanëve, pa ata me pas një farllë sinqeriteti, ata një farllë raporti me vetë, jo me kuto gjithmonë dikush pa e keq përduar, pa e keq apo pa e keq trajton, gjithmonë dikush spjep, hakun sa duhet, pozitën sa duhet e kështu me radhë.